Ka pas edhe dëbim, do më thonë. Po. Ka pas dëbim edhe bile ju kanë thonë mos t'ju shohëm pej lumi e knej. Prej lumi e knej. Po, të banorëve, të këtyne fshatrave. Prej pas luftës e deri tash, po du me t'i dhonë kompetencat me full pak për Bistricën. So ndryshaj. Që shumë ndërtu, so braktese shumë të tjerë. Kam rëmoni për nga thët me ullja. Ullju? Hade, po më shkurt. Po, dhe më thonë si gjdo fshat, në Kosovë dhe Bistrica, gjatë kohës luftës ka pas dome shumë të mëdhaja. Dhe më thonë, gati gjitha shtëpit janë djegë nga forcat serbe. Edhe pas luftës tani filloj gadal me u ndërtu e me u rikëthy banorët se edhe i patën debubin pe i këtuhit. Ka pas edhe dëbim, do më thonë. Po. Ka pas dëbim edhe bile ju kanë thonë mos t'ju shohëm pej lumi e knej. Prej lumi e knej. Po, të banorëve, të këtyne fshatrave, e sidomos të fshatit Bistricë. Kështu që pas lufte kadal ka nisë me u rindërtue, ka nisë me u këthy banorët, edhe tash sfuni kanë nisë edhe me marru shtëpia qeveria aktuale. Kështu që nuk o keq. Këndërtimi i shtëpive do të thotë që me shtu popullimin edhe një herë tjetër. Po du më të pyet, urdhë më fal. Po du më të pyet, fëmijët e to ku janë bashkim? A kanë vendosur me u kthy në Bistricë apo me qëndru në qytet? Fëmijët i kam një kam në FSK, edhe një kam në fakultet. Domethënë ata janë të nejtë poshtë, Mitrovic, për shkak se është pak problem edhe se s'kem transport publik. Nuk keni transport publik. As privat, domethënë me i qu me kertonin është pak problem, se janë të shpenzime. Udhëtimi po. Kur u ndërtu që ke rrugë, po më intereson bashkë me qenë se qenë ke moti? Diku në afërsisht që një 3 vjetë, më thonë. 3 vjetë? Asfaltu. A keni ujtë pjesë, unë e posh një qezme, që ish atje? Po, është ujësirë. Ujtë pjesë keni do të thotë shumë. Por nuk keni ambulancë. A ka qenë ose nuk është në funksion? Ka qenë objekti është, që aty afër shkollës, po mjek s'ka. S'ka mjek. Kur mungon transporti me një farë forme? Ka në ardhë një herë një javtë, deri vera që shkoj, pej Mitrovice, po për momentin një herë nuk... Diqka komuna ndo këtë është të bo në këtë drejtim. Për me rehab me bo dhe ma honë aktive gjithmonë, sidomos na i teknika po që po dijone. Sa banori kanë me të Bistricës, përgjithsisht? Për momentin që tash janë vetëm 10 shtëpi. 10 shtëpi. Po i kanë ndërtu edhe disa të tjera, kështu që si vjetë, po mojmë më që do të rikthehen kogja shumë. Pa dosh me hy shumë në detaje, sepse e përmend që nga fillimi jemi dëbuar, kesh trajtuar edhe me u kthy prap këtu. Qysh bashkim dana përvojën tonë, qysh është me jetu në mes një komuniteti, mbi të cilin ne shqiptarët kemi qenë të shtypur dhe ende kanë tendencat me na shtyp.